Seanca e nesërme parlamentare ku do të shqyrtohet raporti për imunitetin e deputetes Belinda Balluku pritet të shoqërohet me tensiona të forta politike. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se do të thërras qytetarët përpara kuvendit në një protestë për të mbrojtur Kushtetutën, ligjin dhe dinjitetin kombëtar. Tesa ime për mbar qytetar shqiptar, ditën që do paraqitet kërkesa në parlament që të gjithë para parlamentit për të mbrojtur Kushtetutën, ligjin, dinjitetin kombëtar, për të mbrojtur shtetin ligjor, shtetin e drejtës. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po mban peng raportet e anëtarëve socialist të Këshillit të Mandateve me qëllim që kërkesa e SPAK-ut të mos kalojë në seancën e së njëjtës. Pra është Rama vetë ai që bllokon dërgimin e raportit të komisionit, të anëtarëve të komisionit të Partisë së Krimit në parlament, në kryesinë e parlamentit për të futur këtë ejte në agjendën e parlamentit. Ai theksoi se deputetët janë të vendosur të ndërmarrin çdo veprim, duke përmendur grevën e urisë si një mundësi, por duke shtuar se çdo hap do të ndërmerret në kohën e duhur. Se deputetët prej kohësh kanë shprehur vendosurinë që të kalojnë dhe në akte sublime, grevurie. Gjithçka, çdo hap duhet ndërmirret në momentin e duhur. Kreu i Partisë Demokratike gjithashtu bëri krahasime dramatike mes dosjes së Ergys Agaçit dhe çështjes famkeqe të Jeffrey Epstein, duke cilësuar aktivitetin e Agasit si më të rrezikshëm edhe më të dëmshëm për Shqipërinë. Akshi është vorbulla më e zezë në historinë e shtetit shqiptar. Ergys Agaci është Edi Rama, njeriu që organizon vrasje, njeriu që organizon vjedhjen e të gjitha të dhanave të qytetarëve shqiptar, për t'ia u dhënë bandave dhe armiqve të Shqipërisë. Ergys Agaci me videot e tij i ka komprometuar këta më shumë se ato të Epsteinit janë lule. Gjithashtu, Berisha kritikoi politikën e kryeministrit Rama në raport me Kosovën, duke theksuar se lidhjet e ngushta me Aleksandar Vučić ndikojnë negativisht në mbrojtjen e interesave të Kosovës.